saftësi me i përdorur mundësi që t'japën takimet e tilla, atëherë mos vetë, kështu që mirë, është pozitive që i ka përdor aftësitë e saj edhe ka një takim të tillë. Thash kjo është pasqyra, kjo është fotografia që Kosova duhet me pas gjithmonë. Gjithmonë fotografia e Kosovës duhet me qenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kanë qenë të gabueshme disa veprime, disa politika që janë zhvilluar në 4 vjeçarin e kaluar, që në një farë mënyrë kemi pas një farë jo hatërmbetje, po një farë largim të vëmendjes amerikane në Kosovë, dhe kjo është fakt. Dhe atë që po thotë zotnia, në letrën e ambasadës amerikane ku tregohet që Kosova u pezullu nga zhvillimi i tutje i dialogut strategjik, përmendet emri përveç Albin Kurti. Dhe nuk e di ku po e shet atë afërsi presidentit Trump me Albin Kurtin. Nuk e di atë ka me ndëgju kur Albin Kurti thot ish sekretarit amerikan i ka thënë naiv në një për mediave më të shikuar në Amerikë. Dhe kjo nuk është ajo që i vjen Kosovës. Kjo ka qenë gabim strategjik katastrofik i Albin Kurti dhe shpresoj që është mushmen edhe nuk ka me i përsërit gabimet e tilla për shkak se nuk duhet asnjë lider i cili çdo parti politike që ka një funksion shtetëror, po edhe nëse s'ka funksion shtetëror, me dal edhe me fy një personalitet amerikan, sepse pajtohem me juve që krejt ato që sot i kemi mendimin e Amerikës dhe thjesht duhet jemi mirënjohës gjithë jetën, jo vetëm ne që jemi gjallë, po t'ja ulojmë brez pas brezi këtë mirënjohje ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës për atë që kanë bërë për Kosovën. Po unë shpresoj që kryeministri në detyrë thjesht të reflektoj dhe ta kuptoj që partneri kryesor, më i miri, më i madhi dhe normalisht më i duhuri në historinë e kombit shqiptare janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thjesht jo t'i lëndoj raportet me Amerikën, po thjesht duhet t'i zhvilloj, t'i kultivoj edhe t'i rritë edhe më shumë raportet Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se për një mend thjesht kanë bëu çka s'bëhet për popullin ton, për popullin shqiptar dhe për shtetin e Kosovës. Unë mendoj që presidenti Osmani e kupton këtë, e ka vlerësuar gjithmonë, madje edhe kur është pezullu Kosova për dialogun strategjik, ka dhënë kritika në drejtim qeverisë për atë që ka ndodhur, ka pasur kritika disa herë, e ka kuptuar rëndësinë e kësaj. Unë shpresoj që edhe kryeministri në detyrë ta kuptoj, edhe thjesht të ecim tutje, sepse pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës as nuk ishim çliruar. Normalisht e kemi fillu vetë, për na kanë ndihmuar edhe normalisht që s'ishim bua pavarëm. Ajo që është më e rëndësishmja, nuk mund të rrugtojmë drejt strukturave euroatlantike, ajo që është më e rëndësishmja drejt NATO-s, pa ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, thjesht nuk kishim mujt me pas sot as ushtrinë që e kemi, që e gëzojmë